sasi të këtyre, në mënyrë që kjo do ndikoj në shëndet. Dhe një pjesë tek bostani shkon me korin, kur ne heqim, se nuk kam, ato i bëjmë ndiko maksimumi, ne ham vetëm frutin brenda, dhe ajo do një sasi shumë të madhe, që ti të ushqesh për ditë me sasia shumë të madhe, që të ndikoj. Ja ta pyesim, profesor, po. Nga këto që thot Valbona, sa janë të vërteta dhe sa jo tani? Molla, pjeshka dhe disa të tjera që janë të tilla kanë deri në 0,5% miligram për kilogram lëndë të parë. Tani ti këtë e bën shumë teknike. Po, tani duhet na e thjeshtosh pak që dhe ne ta kuptojmë se ti e bën nivel profesorësh. Jo, s'është nivel profesorësh, por është një gjë që duhet ta dim që molla, kur themi ne 0,5 miligram për kilogram, kaq lejohet. Po nuk ka etiket molla, profesor, nuk e lexojmë dot siç e them djathtë. Ne lexojmë dot. Jo, pastaj ta them, se do themi se ne kemi bërë. Ne si konsumatorë do ta vallojmë të 3 moll, të cilat janë gati 1 kg. Ne kemi bërë lot 3 moll, në 3 moll, domethënë ne duhet kemi 0,5 thua ti, sasi pesticidesh. 0,5 miligram për kilogram. Miligram për kilogram. Okej. Po kjo në produktin që konsumohet, jo në produktin që rritet në pemë. Prandaj, kjo sasi është e lejueshme për organizmin, se e përballon organizmin atë që parë. Por që të harim këtu, duhet që kur hedhim pesticidin, duhet ta lëmë një kohë që ta asimiloj komplet bima. Okej. Pra mbasi e kemi hedhur. Sa është kohë zgjatja e këtyre pesticideve? Varet sa të themi ne që u poq kokra. Okej. Se kjo këtë bën, pjekjen e frutit, e shpejton më shumë për prodhimtari më të lartë. Themi ne për shembull bashkë kemi thënë qumshim me antibiotik. Po. Lopët, gjithmonë 40% e lopëve tona kanë antibiotik. Shërohen me antibiotik. Mirë po që ndodh, antibiotiku si shtam për ferimet e frutat që duhet të ri, ajo duhet theret lopa, ose ti marrësh qumshin lopës, kur ajo ka kaluar atë të paktën 10 ditë, nga dita që ka pirë... Po, tani me pesticidet sa ditë duhet? Sa të arrit në pikën... Ka një afat zho frut, ka një life cycle, dhe më një gjatësi. Nga 8 deri në 14 ditë e kanë këto. Okej. Por këtu gjithmonë do të shikuar edhe ambienti koha, u poq, su poq. Serat, ambient, temperaturat, dyra. Kështu që këto janë të domosdoshme. Po mirë, dakord për mollën, po për lule shtrydhen, për spinaqin, për lakën. Lule shtrydhe ka 1 miligram për kilogram, e ka më të lartë. E ka më të lartë. Asa 2 fishin, se që 0,5. Se sa molla, pra sasin e pesticideve e ka më të lartë, e kërkon më të përqëndruar lule shtrydhja se sa molla. Po, prandaj është, po pse se mban ajo brenda, që tani pse përdoret pesticidi? Pesticidi përdoret që do të jenë 2 kontradikta, që të vazhdoj jetën pema, që mos të preket nga miza, mos të preket nga sëmundjet, jo jetë pesticidën. Mirë po, është kundërshtim me organizmin e njeriut, që nuk e do mbi normën të lejuar. Pikërisht pra, po si ja bëjmë? Jo, po prandaj jemi në rregullat. Në rregullat, detyrimisht, ato pesticidet të përdoren dhe duhet të analizohen. Është nga pikat kryesore që është bën tash me ligjin e ushqimit, që hyn në fuqi në 1 janar të 2026. Të 6 muajin e pastaj jemi të zbuluar. Jo, do vazhdosh punën, po atëherë se pse? Vazhdosh të hash, do të profesor. Jo, pse është zgjatur kjo kohë? Po. E para është zgjatur se duhet aparaturat të vendosen komplet, se që të futem ne në BE, detyrimisht do të zbatosh këto rregulla. Se ndryshe nuk futesh dot. Ata do kontrollojnë të gjithë çdo muaj, kontrollohet deri në 2026 në janar. Po. Duhet të ndryshe s'futesh. Duhet kontrolluar çfarë? Me analiza, po. E para njerë të përgatitin specialistët për këtë punë. Po, 1. E dyta të aparaturat. Që do jenë të AKU-s, 2. Të aparaturat, se kushtë se mund të bëjë organizim tjetër. Qartë, 2. E treta që është dhe kryesorja, duhet të ketë higjienën brenda rregullave që duhet të ketë. E kuptoj. Dhe do të pyes